Doja të pyesja, është e lejuar në Islam që djali të mos të ftoj në nikah babain me pretekst se ai është xahil? Po çfarë fëmijë është ky më valla? Se ftoj babain thotë se është xahil. Po mirë, pra ftoje pra që të bëhet musliman, të bëhet i ditur, dashuroj fen, dashuroj Islamin. Momenti më i mirë që mund përjetoj prindi tek fëmia i vet është martesa e fëmisë. Ti thua sa është xahil ai. Mirë, pra rri me vjerrin, rri me babain, rri me mamin, ka ardh mami dhe ka ardh babai, rri me ata. Se babai është xahil, edhe mami jot xahile, e në rri me këta, boje nikahun me këta. Subhanallah. Njeriu duhet ta vejë në punë pak komitetin qendror, pak fare, jo shumë se shumë borsi Einstein. Po pak e vën robin punë, shiqur valla që është xhail, vjen gjan hoxhën, flet hoxha, ku dëgjon etj, ndoshta i qëllon dhe kohë namazi, falet namazi, na i dhurat, na i gjë, i kënaqet shpirti, mund të i udhëzohet zemra në Islam. Është xhail thotë s'pa e marr. Thotë që ke për bab Firaunin, ata marr Firaunin nikah. Po edhe Firaun me qenë merë, se ndoshta udhëzohet.